shumë je e bukur, s'dija ta kanë thonë të tjerët, po ke sy shumë të bukur, Nina. Faleminderit. Për ndryshe, Nina ka lindur në Francë dhe pas disa viteve që ka jetuar në Francë, është kthyer në Kosovë, edhe këtu vazhdon shkollën, këtu ka shoqëninë. Cilën klasë je, Nina? Në tretën. Në klasën e tretë. Por përveç shkollës, që besoj je një nxënëse shumë e mirë në shkollë. Cila është lënda që po të pëlqen më shumë në shkollë? Shqipja. Gjuha shqipe po të pëlqen më shumë ti. A ke pas problem sepse kur je orë në fillim ke ditë veç frëngjisht, apo? Kam ditë pak shqip, do fjalë. Sa shkruanja e ka gjuha frënga? 26. Po 10 ma pak se na i paska, na 36. Ata të ka ardhë vështirë, po tash e ke mësu komplet, apo? Gjuha shqipe. A duket të lezetshme kështu si gjuhë më shumë gjuha frëngjisht apo shqip? A të dyat? Të dyat mirë. Të dyat. Për ndryshe, Nina është një vallëtare e cila dhe ka